Erdogan pas daljes nga burgu ka jetuar 3 muaj në Tetovë. Presidenti aktual i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ishte dënuar dekada më parë për nxitje të dhunës dhe urrejtjes fetare racore. Një gjykatë kishte urdhëruar burgosin e tij për 10 muaj, por Erdogan aso kohë, kryetari i Istanbulit, kishte vuajtur vetëm 4 muaj burgim, nga 24 marsi deri 27 korrik të vitit 1999. Pas daljes së tij nga burgu, ish numri 1 i qytetit më të madh turk, që më vonë u bë edhe kryeministër i vendit para se të zgjidhej president, ka jetuar 3 muaj në një qytet shqiptarësh. Erdogan, që sot përveç postit të presidentit të Turqisë mban edhe postin e kryetarit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, ka kaluar një pjesë të vogël të jetës së tij në Tetovë. Për jetesën e Erdoganit në qytetin me shumicë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ka treguar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Menhut Thaçi.